Sot kur flasim për luftë mes shteteve, nuk duhet mendojmë vetëm për armë dhe ushtri. Një pjesë e madhe e kësaj gare po zhvillohet në një fushë tjetër, të teknologjisë. Çdo telefon, kompjuter apo aplikacion që përdorim çdo ditë funksionon fal disa pjesëve shumë të vogla që quhen qipa. Këto janë si truri i pajisjeve. Sa më të avancuara të jenë këta qipa, aq më e fuqishme bëhet teknologjia që përdorim. Sot, shtetet më të mëdha në botë po garojnë pikërisht për këtë. Kush do të ketë qipa më të avancuar dhe inteligjencën artificiale më të zhvilluar. Sepse kjo teknologji nuk ndikon vetëm në ekonomi, por edhe në ushtri dhe në mënyrën se si përhapet informacioni. Për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të kufizojnë eksportin e qipave të avancuar drejt Kinës në mënyrë që të parandalojnë zhvillimin e saj teknologjik. Nga ana tjetër, Kina po investon miliarda për të ndërtuar teknologjinë e vet dhe për të mos u varur nga të tjerët. Ndërkohë Evropa po përpiqet të rregullojë këtë zhvillim me ligje për të siguruar që teknologjia të përdoret në mënyrë të sigurt dhe të drejtë. Në fakt, kjo që po ndodh nuk është veç një garë për teknologji, por një luftë e re për pushtet global, ku fiton ai që kontrollon të ardhmen digjitale.